njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi dy pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Mendova këtë gjë, thot, që edhe ne të zgjuar jemi, të presim një moment përshtatshëm kur përgatishin zgjedhjet e tjera. Me syzet skelet kuqe, kryeministri Edi Rama nisi një monolog të prershëm. U ndal në kërkesën e shoqatave të gjyqtarëve që kërkojnë rritje page. Jemi në një situatë kur gjykatësit duan të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë dhe dy pushtetet e tjera dhe duan të marrin rroga sipas mendimit të tyre, tha kryeministri. Rama kërkon të jap sinjal të qartë për anëtarët e gjykatës kushtetuese, në sugjerim që të mos e pranojnë këtë çmenduri gjyqtarësh që kërkojnë paga më të larta për veten, ndërsa qëllimin e ka në tjetër vend. Ai nuk e percepton dot se një institucion iken varësisë tërësore ndaj tij. Qëllimi kryesor mbetet presioni i vazhdueshëm ndaj gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku, duke e mbajtur në reprezalje psikologjike, kushtetuesja trembet, ndërsa nuk guxon të marrë një vendim për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Ballukun, duke shtyrë pa afat një çështje që kërkon karakter për vendimarrje. Prej 2 muajsh mbaj në duar një çështje që kërkon vetëm 2 interpretime, një nen nga kushtetuta e vendit dhe një tjetër nga kodi i procedurës penale. Deri më tani mantelzinjt janë futur në një lojë politike në favor të qeverisë. 8 anëtarët e gjykatës kushtetuese po mbajnë peng edhe kërkesën e SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ata po i japin Ramës kohë, pikërisht çka kërkon ai para skandaleve si çështja Balluku apo ajo e Akshit. Rama po shijon suksesin e tij që nga viti 2016, kur thotë se ngjizi reformën në drejtësi. Tashmë bijt dhe bijat e asaj reforme po i gjenden babait në ditë të vështira.